Ditën e diel do të zhvillon të gjitha takimet e javës së 32 të kategorisë së parë paralelisht në orën 15. Burreli pret në shtëpi Valbonën, ndërsa Pogradeci do të përballet me Kuksin. Të besuarit e trajnerit të Fation Tafaj do të hyjnë në fushë pas një presion mbi Supe, sepse tashmë janë të sigluar në vendin e 10 në klasifikim. Këtë sezon Berlindorët kanë qenë një skuadër që ka pasur shumë luhatje dhe për këtë arsye nuk kanë marrë dot pikët që i duheshin për të evituar ndeshjen shtesë. Përpos këtyre luhatjeve, ajo që bie në sy tek skuadra kuksiane është pikërisht qenia konstante sa i përket rezultateve në shtëpi dhe në transferta. Sipas Panorama Sport, më konkretisht ky sezon ka treguar se për blut nuk ka as pak rëndësi faktori fushë, sepse kanë marrë të njëjtat rezultate edhe në transfert. Berlindorët kanë grumbulluar 28 pikë në 31 javë të ndara, 14 si pritës dhe po kaq si udhëtues. Një ekip që sillet një lloj në të gjitha rastet dhe ky fakt shihet si pozitiv në momentin kur të luhet ndeshja shtesë për qëndrimin në kategorinë e parë. Siç dihet, ajo përballje do të luhet në një fushë ansianëse dhe për kuksianët nuk përbën problem, për aq kohë sa këtë sezon treguan se pikët i kanë marrë edhe jashtë shtëpisë, pa u etifikuar si një skuadër pritëse.